بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي الحمد لك والشكر لك ما دامت النعماء لك فاغفر لعبد قال لك الذنب لي والعفو لك وصلاة وسلاما على سيدنا محمد في مبدأ كل أمر ومنتهى Vëllezër dhe motra, Allahun Gjelle Gjelalu e falenderojmë, salavatet dhe selamet janë mbi vullën e të dërguarve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Jemi sot në një ditë prej ditëve më të bekuara të muajit të shenjtë të Ramazanit, dita e 17, e që ndryshe njihet si dita e fitimit, dita e ndihmës së Allahut për besimtarët, ndryshe lufta e Bedrit. E mbajtur në vitin e 2 Hijri, në ditën e 17 të muajit të bekuar të Ramazanit, mes besimtarëve që ishin në numër të vogël rreth 313, në ballafaqim me mushrikët që ishin në një numër i madh rreth 1000 vet. Duke pasur parasysh keq trajtimin, duke pasur parasysh gjithë ajo pasuri që ju vëdh besimtarëve në Mekë, atëherë besimtarët dëgjuan për një karavan që do të vinte afër Medinës dhe do të vazhdonte rrugtimin për në Mekë. Atëherë ata vendosën që ta zënë atë karavan. Kur dëgjuan kurejshitët për këtë çështje, ata u përgatitën menjëherë me çfarë patën dhe u nisën për të sulmuar muslimanët besimtarë. Dhe karavani shpëtoi, e ndroi rrugëtimin, ndërsa muslimanët ktheheshin për Medinë, atëherë kurejshitët vendosin që me të vërtetë të sulmonin ata me një vend rreth 130 kilometra larg Medinës, në disa puse në vendin e quajtur Bedr, u ballafaquan së bashku me kurejshitët. Kjo betejë njihet si një fitim, mirë po fitim i cili erdhi nga Allahu te baraka wa taala, ashtu që ka përmendur Allahu në Kur'an, wa laqad nasarakumullahu bi Badri wa antum adilla. Ditën kur Allahu te baraka wa taala ju ndihmoi në Bedr, e kur ishit të pakt, kur ishit të dopt, idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum, kur ju kërkuat ndihmën e Allahu te baraka wa taala, e Allahu juve çka ju përgjigj me një ndihmë prej melaikeve, prej një numër prej 1000 melaikeve që kanë ardhur në ndihmën e besimtarëve. Kjo ishte një ditë fitimi dhe historikisht për ta shpjeguar këtë çështje, këtë temë, merr më shumë ligjërata se sa një ligjëratë të shkurtër që ne e kemi qëllimin sot. Prandaj ne kemi zgjedhur disa mësime të cilat ne do të arrijmë nëpërmjet tyre të i përmendim në anën e jetës tonë të cilën po jetojmë sot. Mësimin të parë të cilin e kam përzgjedhur së bashku ta trajtojmë sot, është se Allah në Kur'an këtë temë këtë ditën e Bedrit e ka quajtur ndryshe edhe si Yawmul Furqan, Yawmul Taqal Jam'an, dita e dallimit, dita kur u takuan dy ushtrit. Për çfarë dallimi është fjala? Dallimi mes hakut edhe mes batilit, dallimi mes të vërtetës edhe dallimi mes të kotës. Ne kemi në jetën tonë sot shumë bedra, shumë lufta me cilat jemi duke u përballur. A jemi duke e zgjedhur të vërtetën apo jemi duke e zgjedhur të kotën? A jemi duke shkuar drejt hakut apo jemi duke shkuar drejt batilit? Secili prej neve duhet ta marrë në pyetje veten e tij. Mësimin e dytë të cilën dua ta përmendë së bashku me juve është Allah ka thonë Kur'an, "Falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum, wa ma ramejta idh ramejta walakin Allah rama." Ju nuk i vrat ata, mirë po Allahu i vrau. Edhe ti o Muhammed, kur ke gjuajtur, nuk ke gjuajtur ti, mirë po Allah azza wa jall është ai i cili u ka hedhur pluhurin në syrin e mushrikëve. Ne e dim se disa prej sahabeve sipas transmetimeve, duke menduar, duke thonë se unë e vrava këta, unë e vrava ata, atëherë Allahu e zbriti ajetin se çka, ju nuk e keni vrarë ata, mirë po Allah azza wa jall ju ka ndihmuar juve edhe e keni vrarë ata persona. Pasi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e hudhi pluhurin, atëherë kishte ndodhur edhe shumica e vrasjeve që kishin bërë besimtarët. Mësimin që e nxjerrim ne sot. Shumë prej neve dëgjojmë fjalë se unë e kryva këtë punë, unë e kryva atë punë, unë e arrita këtë gjë. Mirë po është esenca se Allah azza wa jall neve na ka dhënë sukses drejt tyre. Sytë të cilët ne i kemi, po Allahu na i ka dhënë ata. Gjuha me të cilët ne arrijmë qoftë biznese, qoftë tregti të ndryshme, Allahu azza wa jall na ka dhënë ato. Mendjen të cilën ne e posedojmë, Allahu na e ka dhënë ato. Çdo gjë që kemi ne sot e kemi prej Allahut. E kur ma dashurit ti i ka thonë nuk e ke hudh ti, mirë po Allah e ka hudh, kjo është mësim për neve, se çdo gjë që e kemi ne sot
e kemi prej Allahut te baraka wa taala. Mësimin e tretë edhe me të cilën dua të përmbylli këtë ligjërat të shkurtër është një prej tregimeve më të bukura të çështjes së luftës së Bedrit. Njëri prej sahabive më të mëdhej, prej të përgëzuarve me xhenet Ebu Ubejde ibn al-Jarrah, u kon prej më të veçantëve. Të gjithë nuk kanë dashur prej mushrikëve me u përballë me Ebu Ubejden. Mirë po ai nuk ka dashur me u përballë vetëm me një person. Me kë nuk ka dashur me u përballë? Nuk ka dashur me u përballë me babën e tij, i cili u kon në anën e mushrikëve. 2 herë i ka ik babës tij, duke u përballë me dikën tjetër. Mirë po herën e tretë baba i tij ka ardhur afër vetëse për me luftu djalin e tij. Edhe ne e dim se Ebu Ubejde i ka kërku babës për me u largohu, përballu me dikën tjetër. Mirë po çka ai ka përzgjedhë dhe ka insistu për me u përballë me djalin e vet. Atëherë të Ebu Ubejde është detyru edhe e ka mposhtë prindin e vet ku në luftën e Bedrit. Edhe Allahu te baraka wa taala e ka përmend në Kur'an. Janë ata besimtarët të cilët çka e kanë zgjedhur Allahun azza wa jall edhe të dërgumin e tij, kur ata kanë qenë të luftuar prej anës së mushrikëve. Edhe po të ishin njerëzit prej të afërmve tyre, baballar, apo familjar, apo farefis, ata e kanë zgjedhur Allahun edhe të dërgumin e tij. Këta janë ata të cilët Allahu është i kënaqur me ta, po edhe ata janë të kënaqur me Allahun te baraka wa taala. Ata janë pala e Allahut, ata janë pala fituese. Xhamati dashur, vëllezër dhe motra, kur jemi sprovuar na me diçka të tillë, sa herë jemi përballë dhe sa herë na jemi fy, a ka ndodhur për me u fy na herë për fejnë e Allahut? Nuk po flasim për sprovat të cilat ne i diskutojmë sot, për bukën, për ushqimin, për sprovat e natyrshme çka na mundohemi me i përmend, për veturat, për telefonat çka na i kemi sot e çka mundohemi me i rrit. Njerëzit janë sprovuar me prender, njerëzit janë sprovuar me shumë sprova të ndryshme. Me çka po sprovohemi sot? Lufta e Bedrit, për me e përmbyll, është një luftë të cilën e kanë pasur besimtarët në anën e jashtme. Sot kemi Bedër në anën e brendshme. Zemra jon apo fiton apo po humb. Të përshëndrohemi me ndihmën e të lejen e të madhët Allah xhela xhelalu, ne kemi me pasur një Bedër fitimtar brenda shpirtit tonë dhe brenda zemrës tonë, nëse ne jemi me bindje të plot, ashtu që e kanë pasur bindjen sahabët, Allahu qoftë i kënaqur me ta. Dhe me kaq po e përfundojmë duke lutur Allahun azza wa jall që të na pranoj ibadetet tona, të pranoj lutjet tona dhe ashtu që na ka bashkuar në këto takime të na bashkojnë xhenetet e tij. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.